dhe të tjera. Po i marr në aspektin tek trajtimi sëmundjeve infektive, me qenë se nga kjo fushë. Po i marr Kosovën si shembull, edhe kisha marr Holandën dhe Danimarkën. Për shkak se më ka radhë dhe me këta. Kur t'nalesh edhe ti me i pa tash kur te këqysh këto paraqitjen skematike të përdorimit të antibiotikëve për i holandezë dhe për i Danimarkës. Dallimi është, domethënë, kjo zgjatja lineare, domethënë është shumë ulët. Ata janë shumë të kujdesshëm për përdorim të antibiotikëve. Edhe programet i kanë të tashme. Ata janë thjesht, muj me thonë, prirës. A do thot ata që e neglizhojnë mënyrën e trajtimit me antibiotika, apo e lanë si të fundit? Jo, nuk e neglizhojnë formën e trajtimit për shkak se ata kanë infektolog që janë shumë të fuqishëm, kanë si konsulent, po janë shumë të kujdesshëm, nuk nguten domethënë në përdorim, e kanë këtë pjesën watch and wait, ose nëse përdoret është ajo edhe kozgjatja është më e shkurtuar, po edhe tentojnë me shku është ajo rregulli 3 ditë shko intravenos derisa të merrsh analizën, apo kupton, për me pas target therapy. E këta mbështeten shumë në terapi të targetume. Mandej edhe holandezët e kanë, domethënë atë tërheqjen lineare që i shohim në ato kurbat i kanë shumë të ulta të përdorimit. Po nëse e sheh Kosovën, Kosova është jemi goxha larg.